Po kjo kërkon largimin e Edi Ramës. Dhe protestat kanë qenë masive, por duhet të reagojmë të gjithë Arnold, sepse këtu është fati ynë, e ardhmja jonë. Në 10 vitet e fundit, jemi popullsia më e plagur në Europë. Ne ishim ndër popullsitë më të reja bashkë me Kosovën, Arnold. Sot jemi plagur më shumë se Italia e Gjermania, që kanë popullsitë më të plagur në Europë. Në 10 vite kemi dyfishim të moshës mbi 65 vjeç. Ku po shkon ky vend? Në vdekje, se nuk investon njeri kur mbizotron mosha mbi 65 vjeç. Nuk krijon familje njeri, nuk ka thardhme më. Ky është momenti, sot është momenti për të larguar Edi Ramën për qeveri teknike. Më pas të votojmë për këtë dëshirojmë. Dhe ka një lajm të mirë përveç dyshimit të partnerëve, që është reagimi i socialistëve. Ka një reagim të socialistëve, Arnold. Ne shikojmë figura të njohura të asaj partie në vite, qëndrime si zoti Malaj, zonja Irena Beqiraj, të tjerë, ish ambasador, ish deputet, por i pam dhe në sallën e parlamentit, ku mungohen, pra, dhe reagimi publik nuk shilet në një vend ku kryeministri kontrollon gjithçka. Një pjesë e tyre duhet të kenë familjar në administratë. Dhe nuk flasin se rrezikojmë vendin e punës. Pra, por kanë reaguar dhe ndjehet që ka një qëndrim të ri. Dhe shpëtimi dhe e mira nuk vjen vetëm nga një pjesë e shoqërisë, vjen kur reagojnë të gjithë. Dhe ky është një moment maturie, pjekurie, që ne të lëmë mbrapa këtë histori të mbrapsht, një dëm i jashtëzakonshëm që është bërë Shqipërisë nga kjo qeverisje e Edi Ramës në 13 vjet. Bumxhi, kam edhe një pyetje të fundit, duke parë mënyrën se si Rama po trajton situatën dhe po reagon. Njëkohësisht jemi mësuar në fakt, ju keni qenë në fakt pjesë e takimeve me delegacione të huaja, ndërkombëtare, personalitetet larta. Ka një shpjegim se si qëndron metamorfoza e kryeministit shqiptar Rama, ku nga njëra anë ulet në gjunjë kur takon kryeministrin e Italisë Meloni, po ashtu dhe atë të Luksemburgut, ndërkohë që sjellja e tij është krejt ndryshe në Shqipëri, qoftë me politikanët, qoftë me gazetarët, qoftë edhe me vetë presidentin e Republikës, ku e pam ditën e djeshme ku qëndronte i ulur në iftarin që kishte shtruar. Pse gjithë kjo urrëtie ndaj njerëzve, ndaj vendit, sepse dikush që e sheh këtë Ramën si të fortë, si arrogant me shqiptarët, ndërkohë që sheh atë Ramën që ulet gjunjë kur takon këta të huajt. Rama është zgjedhur për qeverisë shqiptare dhe kryeministër, nuk është zgjedhur në fakt, po dy zgjedhjet e fundit 2021-2025, edhe në 2017 në një parcel kanabi si u zhvilluan zgjedhjet. Por në mënyrë qartë raportet flasin për përdorimin e gjitha burimeve shtetërore, për përdorimin e krimit dhe për një garë jo të barabartë, ku është përdorur çdo instrument për të tërësuar votën e shqiptarëve. Por kryeministri të jetë për qeverisur shqiptarët. Dhe meqense se jemi në një muaj të shenjtë për gjithë besimet, është kreshna periudha që para prim Pashkët, kemi agjërimin, Bajramin për besimtarët musliman. Çfarë thonë besimet? Që vlerësoj profetët, njerëzit, vlerësoj sipas fryteve që prodhojnë. Njeriu, atë që ka brenda, duhet tregoj me veprat e tij, me frytet e tij. Cilat janë frytet e Edi Ramës, kryeministër Arnold? Një narkoshtet, një nga vendet me përdorimin më të madh të drogës. Ne nuk jemi ndër vendet e pasura të botës, ne jemi ndër vendet më të varfra në Europë. Një vend ku janë larguar 1.2 milion shumica të ri, duke lënë prindër, familje këtu, duke shkretuar Shqipërinë, një vend ku për të 500 vit radhazi, bujqësia është në rënje nga vit në vit. Është gjysma e krerëve të baktive të vitit 2013 me statistikë zyrtare, ku industria është në të tretin vit radhazi me rënje, me të kurrje.
po kështu eksportet janë në rënje dyshifrore. Edhe pse mundohen të manipulojnë statistikat me energjinë që i porton Kosova. Ta quhen sikur eksportohet në ne. Po atëre këto janë frytet. E kuptoj. Këto janë frytet. Ka shqipërisë. Çfarë dëgjojmë? Ma thonë njerëzit, po për disa milionë euro i bënim dhe në 1-2 vite burg. Po kjo shkalbje, tu s'ka më moral, tu ka rënë pikat e referencës. Ky pra është vendi me naftën më të shtrenjtë në Europë. Nuk ka lidhje me krizën. Nga çdo litër naftë 1100 lek i merr qeveria taksa. Kosova e merr portin e Durrësit. Dhe e ka më lirë se ne. Të flasim për arsimin, që në testin PISA ishin në vendin e dytë, të fundit para fundit ose të fundit me rënje më të madhe. Matematik, në lexim, apo për shëndetësinë, me skandalin onkologjikut, me barnet cilat janë 28, se ndryshuan ligjin dhe hoqin garancinë që në Shqipëri të hyjnë vetëm barna që qarkullojnë në vendet e BE-s, siç e kishim ne. Atëherë këto janë frytet. E kuptoj. Kjo është një pemë kalbur Arnold dhe i takon shqiptarëve ta shkulin në mënyrë pra ta shkulin dhe të vendosin një qeveri teknike. Nuk ka zgjedhje. Do jetë qeveri teknike për t'i hapur rrugë normalitetit të vendi. Ky është momenti. Nuk kanë çfarë bëjnë më shumë amerikanë e gjermanë. Po flasin për narkoshtet, për korrupsion, për vija të kuqe. Shqiptarët opozita i rezistoi planit për ta shkatruar, se mund të ishim thërmu në 5% dhe 10%, e atëherë do ishim si Serbia, ku s'ka më opozitë. Nuk u realizua ky plan, por reagojnë të majtë, që është shenjë qytetarie, ndërgjegje shoqërore,